Në kryetari LDK-s, Lutfi Haziri, e ka zbardhur një fakt ronditës historik, kur në vitin 2015, lëvizja vetëvendosje ka refuzuar t'ia jap votat Adem Demaçit për president. Albin Kurti nuk ka pranuar që Adem Demaçi të jetë president i Kosovës në vitin 2015, ka thënë Lutfi Haziri. Ai në emisionin DPD të Vidani ka theksuar se aso kohë LDK-ja dhe PDK-ja kanë jap votën dhe ja kemi mbledh votat Demaçit për president. Dhe i kemi thënë, baci Adem, në këtë fazë i duheshin Kosovës, por edhe si një shenjë falënderimi nga 2 milion njerëz për rezistencën që e keni bërë. Dhe kur ka shkuar u ka kërkuar votat vetëvendosjes, i kanë thënë në mënyrë më të ftohtë dhe më mizore të mundshme, jo, nuk ta japin votën për president, sepse ata që të kanë propozuar kanë qëllim. Mirë po, ne kur farë qëllimi politik nuk kemi pasur, ka thënë ndër të tjera Haziri. Avokati Tom Gashi ka krahasuar figurën e Anton Qetës me politikanët e sotëm, duke theksuar dallimin e madh mes kohës së okupimit dhe asaj të lirisë. Ai kujtoi përpjekjen e Qetës për pajtim mes shqiptarëve në një kohë të vështirë, ndërsa sot sipas tij disa burra në pushtet apo opozit bëjnë më shumë dëm se dobi, duke sharë kryeministrin dhe sipas tij duke falur tokë të Kosovës, edhe Malit të Zi. Koha ka ndryshuar, liria ka ardhur, por dallimi mes Anton Qetës dhe këtyre është sa një det e sa një mal, përfundon Gashi në vijim postimi i tij plot. Dallimi kur Kosova ka pasur burra si Anton Qeta, ishte kohë okupimi, kur Anton Qeta me shokët të tij bëri gjithçka mundi për pajtim e për razi. Tani në liri janë do burra të tjerë, që ditë e natë bëjnë zi e mazi, e shkojnë deri aty e i falin tokë Kosove, edhe Malit të Zi duke e shah kryeministrin e vet, si është ma keqe, si është mazi, jo është me Serbi, jo është me Rusi. Kohët ka ndëruar, liria ka ardhur, por dallimi mes Antonit e këtyre burrave është sa një det e sa një mal, ka shkruar ndër të tjera ai.